GKK-o do të mblidhet në 23 prill për të vendosur më tej mbi kryebashkiagun e Tiranës Erion Veliaj. Këtë të mërkur në seancë, prokurorët kanë paraqitur informacionin 2 mujor mbi hetimin e nisur në bazë të kallëzimit të Nesti Angonit. Për shkak të volumit të dokumenteve, mbrojtësit kërkuan kohë për të studiuar, çka bëri dhe shtyrjen e kërkesës së Veliajt. Paralelisht, hetimet mbi çështjen janë duke vijuar. Paranisjes së përballjes gjyqësore, në SPAK dha dëshminë e saj Marisa Nito, bashkëshortja e biznesmenit Elman Abule, që po ashtu është ndër personat e akuzuar në dosjen Veliaj. Për rreth 2 orë, ajo ju përgjigj pyetjeve të përfaqësuesve të akuzës, ndërsa nuk dha detaje për mediat. Erion Veliaj u arrestua në zyrën e tij në 10 shkurt, ndërsa 2 ditë më pas GKK-u konfirmoi masën e arrestit në burg, që më pas mori dhe vulën e apelit. Në akuzë është edhe bashkëshortja e tij Ajola Zoza, e cila ka masën detyrim paraqitje. Abule fillimisht mori vendimin e arrestit në shtëpi, e mëtej atë në izolim në burg. Prokuroria dyshon se përmes krijimit të një skeme komplekse, parat janë qarkulluar në mënyrë të palishme në OJF dhe biznese, duke përfituar nga fontet e bashkisë, apo edhe kundrejt dhënies së lejeve të ndërtimit.